Baci Rifat të marrovt zoti, je shku në mesin e tradhtarëve që e kanë shkatru Kosovën dhe e kanë vjedh e janë miliardera dhe ti qenë këtë dyftër shmarrë që i bon ato musteqe. Ky është vetëm njëri prej komenteve në komentet e shumta të sotme në internet, të bërë nga shqiptarët. Rasti i fundit është rasti i bacës Rifat Jashari. Në një koment, vetëm se Rifat Jashari kishte marrë pjesë në dasmën e Luan Haradinajt në familjen Haradinaj, ajo sulmua si një dyftyrsh i cili është në mesin e tradhtarëve që shkatruan shtetin e u bën miliardera. Kjo ndodh sepse ndoshta cënohet besimi i një qytetari, apo sulmohet një person i dashur për qytetarin. Çka bën qytetari është ai ofendon. Realisht ai nuk sjell argumente logjike. Zhvillimi demokratik në çdo teori politike bëhet me anë të debatit politik, me anë të bisedave që sjellin argumente logjike. Ndërsa ky shembull i këtu i treguar është vetëm njëri ndër shembujt që tregon se qytetarët ndonjëherë kalojnë çdo kufi moral edhe në kulturën shqiptare. E me këtë gjuhë të përdorur sillet një shembull i keq, së pari në rrethin tënd, pastaj në tërë shoqërinë.